Jemi në studio me akuzatorën tonë, profesoresh Taulanta Jupi, mirë se erdhe. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjete. Në studion Bardazi, akuza juaj është... Në fakt, ora është shumë interesante për të vijuar me një reflektim që unë kam bërë gjatë këtyre ditëve se pa dyshim ajo që kemi ne në dorë të bëjmë është reflektojmë mbi ato gjëra që na duket e drejtë që të ndërgjegjësojmë atë pjesë të shoqërisë që mund të dëgjojë në fakt. Shkon kjo akuzë? Akuza në fakt është më shumë se sa akuzë do të thosha është një reflektim që i drejtohet asaj pjesë e shoqërisë që jo vetëm do të dëgjojë, po dhe mund të reflektojë mbi këtë gjë. Kush është ajo? Akuza në fakt është një formulim shumë i thjeshtë. Unë mendoj që më të rënda se varfëria, se korrupsioni, se dhuna institucionale në fakt në Shqipëri, më e rëndë se sa këto tre dukuri është hipokrizia politike. Hipokrizia politike? Hipokrizia politike. Pra akuza juaj është kundra drejtuesë asaj kamër? Në fakt akuza ime është kundra hipokrizisë politike si një fenomen i cili nuk ka filluar sot, është një fenomen që në 35 vite le të themi që ka shtrirë metastazet e saj në shoqërinë shqiptare dhe ka shndruar shoqërinë shqiptare në një trup amorfe pa mundësin për të reaguar, një trup amorfe që nuk ndjen as dhimbje, nuk ka mundësin të reagojë ndaj një klase politike e cila sot e sundon me pushtetin e saj ekonomike dhe politike. Është ngjitse kjo, profesoresh? Kjo lloj hipokrizie? Nuk mendoj se është ngjitse në kuptimin është një dukuri që vjen gradualisht, unë e thash në 35 vite. Pra, le ta fillojmë si reflektim ashtu siç unë e kam bërë në fakt. Ditë unë besoj që hipokrizia politike bëhet nga njerëz që janë hipokrita apo bëhet nga të gjithë? Jo, unë nuk besoj që është kështu. Hipokrizia politike është një gjë që rritet dita ditës. Dhe jo pa qëllim e shtriva në 35 vite. Pra, nëse je politik, patjetër duhet të jesh hipokrit, patjetër duhet Ja, më lërë ta shpjegoj, si e kam pasur unë idenë e këtij reflektimi. Hipokrizia politike në fakt është arsyeja pse çdo nismë, ide apo projekt politik fillon me një shpresë të madhe, por përfundon me gjë. Përmbyllet me dështim. Po. Hipokrizia politike është arsyeja pse pse idetë e mëdha apo idealet e mëdha ndonjëherë përfundojnë shpesh në interesa. Apo pse e gjithë, po themi, të gjitha premtimet për ndershmëri që mund t'japin politikanët përfundojnë në fund në mashtrime të mëdha. Ajo që kemi sot në skenën politike në fakt është një realitet shumë i thjeshtë. Çdo politikan që arrin të futet në sistemin politik, në fakt i mëson shumë shpejt mekanizmat e mbijetesës. Thuaj atë që duhet për të marrë pushtetin, por bëj atë që duhet për ta mbajtur këtë pushtet. Në Shqipëri kanë ngelur më shumë politikanë se sa qytetarë të thjeshtë? Jo, nuk do të thosha këtë. Dhe ju po thoni që në Shqipëri kanë ngelur më shumë njerëz falso? Jo, nuk po thosha këtë. Po them një gjë tjetër, që kur futet një politikan në sistemin politik, shumë shpejt mësohet me atë mekanizëm se si duhet mbijetoj në këtë sistem. Thuaj atë që duhet për ta fituar pushtetin, por bëj diçka tjetër, pra bëj atë që duhet për ta mbajtur këtë pushtet. Kështu dhe ka dhe diçka tjetër që të gjitha ai apo ajo që nuk i bindet këtij sistemi, që përpiqet të sjellë një model tjetër, që përpiqet të bëjë diçka ndryshe për të shërbyer zhvillimit politike sociale në Shqipëri, flaket jashtë sistemit si një shembull që nuk duhet ndjekur. Kështu kemi krijuar gradualisht shembull i integrueshëm. Kështu kemi krijuar gradualisht një kast politikanësh, të cilët janë pa parime, janë pa ideale dhe që nuk i shërbejnë interesit publik, por në fakt e kanë kthyer politikën, e ka shndruar misionin e politikës nga një mision për të shërbyer qytetarit, për të shërbyer shoqërisë në një profesion që i shërben pushtetit personal të një politikanit caktuar. Dhe për fat keq, hipokrizia mbështetet shumë në një nga aftësitë e munguara të shoqërisë shqiptare, siç është ai integriteti personal. Sot në politik nuk vlerësohet më as profesionalizmi, vlerësohet as karakteri, nuk vlerësohet as puna. Ja ta mbaroj të lutem. Kjo akuzë është shumë e përgjithshme. Unë e kuptoj që është e përgjithshme, por nëse ne do dim ta thellojmë këtë akuzë, ne do të kuptojmë që fajtorët janë, ja një sekond, fajtorët janë pak veta, por përgjegjës duhet ta themi që jemi të gjithë. Po.
Prandaj, duket si e përgjithshme si akuzë, por në fakt është një akuzë që duhet ja drejtojmë gishtin çdo ditë vetes dhe atyre që mund të na dëgjojnë në këtë reflektim që gjithë secili prej nesh. Unë di të bëj kështu. Konkret e fare shitja e politikanëve na një krate tjetri, sot je deputet me një palë, nesër bësh me tjetrin. Kjo është shembulli tipik i hipokrizisë. Shiko pak, që të bësh karrierë politike në Shqipëri ka disa veti shumë interesante. Unë e thashme nuk vlerësohet më as integriteti, as karakteri, as po themi qëndrimet ose koherenca në qëndrime, as betejat politike. Gjërat që vlerësohen, besoj që të gjithë e ndajmë këtë mendim, janë sa i bindur je ndaj atij që drejton, dhe kur them ndaj atij që drejton, shtrihet në disa po themi pozicione, ndaj kryetarit, ndaj kryeministrit, ndaj ministrit. Pra, sa i bindur je ndaj këtyre, sa bukur ditë mashtrosh kur del tek ato videot me cilat qanë hallet e qytetarëve, edhe mundësisht sa fleksibël e ke shtyllën kurrizore. Madje nëse nuk do ta kesh shtyllën kurrizore, është një aftësi që vlerësohet shumë për të zhvilluar karrierën politike. Po ashtu është, më thuaj që nuk është kështu. Më thuaj që nuk është kështu. Kështu e kemi krijuar, po themi këtë kast politikanësh. Po urrejnë në këto momente? Po le të më urrejnë, unë nuk e kam problemin. Jo, politikanët nuk e urrejnë, se politikanët e dinë. E urrejnë ata tjerët. Jo, ata thonë që... Jo, urrejnë ata që si janë shit akoma, thonë, prishi punë kjo tani, se tani doli... Dhe për te kësaj ka dhe diçka tjetër, se flasim për politikën, flasim për këtë hipokrizinë e politikës, por këtë hipokrizia e politikës nuk do të mbijetonte dot kaq gjatë nëse nuk do të kishte bashkëfaqësinë e mediave. Pra, kemi ca grupe mediatike, ne duhet ta pranojmë dhe duhet ta themi që në vend të rolit të tyre si misionar për të informuar publikun, në fakt luajnë një rol krejt tjetër. Ata janë kthyer në makiazhe, në makina makiazhit të kurimit të imazheve të politikanëve, qoftë qeverisë apo qoftë opozitës. Dhe në këtë, po themi, duke u bashkuar edhe me pak një numër të caktuar bizneset që janë pranë politikës. Taulanda, hipokrizia politike është një pjesë e hipokrizisë shoqërore. Me thënë vërtetën, ne na ka kapur gjithëve në gjithë shoqërinë. Kjo është një sëmundje pak më e madhe. Patjetër, po kulmon me hipokrizinë politike, sepse unë besoj që realiteti politik dhe social në Shqipëri është më i rëndë se sa ne e kujtojmë. Se ne për hir të vijimësisë së jetës së përditshme ne vazhdojmë jetojmë, por harrojmë që sot është një shoqëri e paaft, kemi një shoqëri të paaft për të reaguar, dhe jo vetëm për të reaguar, po unë besoj që kemi një shoqëri të paaft edhe për ta imagjinuar dhe për ta ndërruar ndryshimin. Dhe gjithë kjo pyetje dhe gjithë kjo akuzë që unë bëj, nuk ka të bëj me thelbin se kujt ja drejtoj unë këtë akuzë. A kemi mundësi ne të reflektojmë si shoqëri për ta ndryshuar këtë realitet? Në fakt, duket pak si fataliste kjo pyetje që unë bëj. Unë prej natyrë jam natyrë optimiste, dua ta shikoj gjën me zgjidhje në fund. Nuk kanë munguar... Kamerës, dhe thu edhe njëra akuzën me forcën tënde, dhe jep edhe zgjidhje pollpate, pra drejto te kamera aty, dhe thu edhe njërë gjën me fuqinë tënde. Unë mendoj se ka një plagë më të rëndë në shoqërinë shqiptare se korrupsioni, se varfëria apo se dhuna politike. Padyshim ajo është hipokrizia politike, është përgjegjësia që për 35 vite si një metastaz ka ngrënë segmente të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Sot shoqëria shqiptare për fat keq gjendet në peshën e rëndë të mosbesimit ndaj klasës politike, të mosbesimit ndaj politikës, madje më duket kaq e rëndë sa duket sikur është e paaftë edhe për ta ndërruar ndryshimin. Duket shumë e përgjithshme kjo që themi, duket një reflektim gati-gati i kësaj ore të vonë, por unë besoj që shoqëria shqiptare do të fillojë ta prek të ndryshim, jo nga ndonjë ligj i caktuar, jo nga ndonjë reforme të caktuar, por pikërisht kur të fillojë të rindërtojë veten dhe ato hallka të kputura të moralit politik, të moralit qytetar, për të kuptuar se forca që vetë qytetarët kanë është shumë më e fortë se sa forca dhe pushteti që njerëzit e pushtetshëm kanë. Faleminderit. Duke të falenderuar në mënyrë të jashtëzakonshme, ne ja lëm skenën Erion Kristos tani me monologun e tij briljant që do ta mbylli bardhazin. Falenderoj shumë për këtë energji që solle në studio. Megjithëse ora ishte e vonë, njerëzit duhen zgjuar nga gjumi, pse ky gjumë është gjumë vdekje, kurse gjumi tjetër është gjumë shërimi. Po unë do thosha një gjë për atë që ti the, për mua ignoranca nuk rrezikon vetëm intelektin, por rrezikon dhe veten. Kështu që duhet i mbrojmë njerëzit edhe kur janë ignorant nga vetja e tyre.